Të nderuar dëgjues, në studion Mirëmëngjes Shkodër, tani jemi së bashku me dy punojse të kulturës dhe të punojse sociale. Do t'i prezantoj me radhë është Lorena Bardeli, specialiste në drejtorinë e shërbimeve sociale në Bashkinë Shkodër. Mirë se erdhe Lorena. Mirë se u gjeta. Dhe Amila Gjyrezi, drejtore e Muzeut Historik në Shkodër. Mirë se erdhe Amil. Ju përshëndes që sot jeni në studion Mirëmëngjes Shkodër, natyrisht duke realizuar një bisedë që lidhen me një javë aktivitetesh që Bashkia Shkodër organizon që nga data 4 deri më 8 mars. Një javë aktivitetesh që në fokus ka gruan, janë aktivitete sociale dhe kulturore, që në një farë mënyre kthejnë dhe rikthejnë vëmendjen te gruaja. Unë nuk mendoj se kjo vëmendje është vetëm në këtë javë, përkundrazi. Është një vëmendje që trajtohet përgjatë gjithë vitit, por me afrimin e festës, siç duket, aktivitetet janë më pikante. Në të vërtetë, Loren, cilat janë problematikat që shoqërojnë jetën e gruas në Shkodër? Atëherë, kur flasim për gruan, realisht problematikat janë të shumta, por edhe puna që bëhen nga ana tjetër është shumë e madhe. Dhe është një punë ashtu siç e thatë edhe ju vetëm në një javë të vitit, por është një punë e shtrirë gjatë gjithë vitit. Në qoftë se flasim për problematikat më thelbësore dhe ato të cilat kanë peshën më të madhe në jetën e gruas, veçanërisht asaj shkodrane, dhe asaj me cilën ne si Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shtetit Publik kemi kontakt të përditshëm, janë problemet e dhunës, dhuna në familje, dhuna në gjitha format e saj, duhet fillu qysh nga dhuna fizike për të vazhduar të ajo më e rëndësishme e cilën e hasim përdit në dhunën psikologjike, për të vazhduar më tej me problemet e pabarazisë. Pabarazia gjinore është një fenomen shqetësues jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por në të gjithë vendin tonë, e veçanërisht në vendet në zhvillim, siç është Shqipëria. Problematik tjetër shumë e rëndësishme janë problematikat e punësimit. Jo vetëm gruaja, por të rinjt edhe gjinia mashkullore sot hasin me probleme të tilla. Punësimi është një plagë e vendit tonë dhe fatkeqësisht si grup target më të madh ndoshta dhe më të prekur se të tjerët ka veçanërisht gjininë femërore. Çështjet e integrimit, pastaj integrimit në shoqëri, gjithëpërfshirja, pjesëmarrja në aktivitete të ndryshme, të drejtat e gruas janë problematika të tjera kryesore që na prekin secilën prej nesh, gruan, nënën, vajzën, kolegen, në çdo sferë të jetës. Është një panorama që jep natyrisht problemet, por krahas tyre natyrisht përpjekjet për të gjetur në një farë mënyre. Gjithmonë nuk mund të themi se këto janë shterruese, për ndryshe nuk ecim në këtë rrugë problemesh dhe zhvillimi, por gjithsesi zgjidhjesh ose hapësirash për zgjidhje ka, apo jo. Në këto Bashkia e Shkodër ka përpjekjet e saj, madje unë do të thosha që gjatë ecurisë ka krijuar dhe struktura të veçanta, siç janë qendrat komunitare për familjen, apo dhe aktivitete të tjera që tërthoroze apo drejt për drejt ndikojnë në jetën e gruas. Çfarë mund të thoni për këto hapa që Bashkia e Shkodër ka ndërmarrë dhe ju si drejtori e çështjeve sociale? Është e vërtet, ashtu siç e theksova edhe më përpara, Bashkia e Shkodër ka marrë një sër hapash konkret të qëndësishëm për përmirësimin e gjendjes aktuale, veçanërisht të çështjeve të barazisë gjinore. Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shtetit Publik është një drejtori relativisht e re, ka 3 vite që funksionon, por ka ndërtuar një rrjet të mirëfillt të ofrimit të shërbimeve sociale. Aktualisht në funksion janë 12 qendra komunitare për familjen, të cilat kanë në tërësinë e tyre nga vetë emri familjen, pa përjashtuar askënd nga familja, duke përfshirë prindrit, nënën, babain, fëmijët, gjyshrit, të gjithë grupet target të mundshëm të shoqërisë, pa i lënë anash asnjërin prej tyre. Këto qendra ofrojnë një sër shërbimesh jo veçanërisht për gruan, por për familjen në tërësinë e saj.
duke filluar qysh nga informimi, këshillimi, orientimi, mbrojtja e fëmijëve, shërbime të ndryshme për fëmijët dhe për familjen, fuqizimi socio-ekonomik si një hap shumë i rëndësishëm i integrimit të gruas në shoqëri, programet e prindërimit, fuqizimet e komunitetit, reintegrimi në shkollë, mbështetja familjare, shërbime të ndryshme që ofrohen edhe në kuadër të projekteve të ndryshme që operojnë Bashkinë Shkodër me organizatat partnere për mbështetjen e familjeve në vështirësi socio-ekonomike, të cilat janë edhe shtresa më vulnerabël ndaj fenomenit kryesisht të dhunës në marrëdhëniet familjare. Nga ana tjetër, viktimat e dhunës në familje janë mbështetur rast pas rasti, sepse çdo rast është specifik dhe çdo rast ka nevojë për ndërhyrje të veçanta. Nga ana tjetër, Bashkia Shkodër qysh në mars të vitit 2017 ka nënshkruar dhe kartën evropiane për barazi, e nënshkruar dhe një deklaratë me anë të së cilës kryetaria e Bashkisë Shkodër ka treguar angazhimin e saj personal, por edhe të Bashkisë Shkodër për të punuar në arritjen e barazisë gjinore në nivel politik, ekonomik, social dhe kulturor. Sa ka ndikuar të gjithë këto politika, projekte, ndërmarrje, aktivitete në paksimin e kësaj problematike të skajshme, siç është dhuna për shembull. E si mendoni këtë? Ka ndikuar sepse gruaja përveç hapave të saj, të cilën ne shohim pjesëmarrëse në të gjithë jetën e vendit dhe të qytetit konkretisht, ka dhe këtë anë të errët që shpeshherë është dhunuar, madje dhuna kalon skajet, por nga ana tjetër është edhe jo shumë e fortë ekonomikisht në këto raste. Atëherë, dhuna vetë si fenomen është një fenomen shumë i vështirë për të trajtuar, sepse fillon qysh nga vetë individi, nga mënyra se si individi e përjeton, nga mënyra se si individi e transmeton të tjetrin, nëse e raporton ose jo. Shumë raste problemi kryesor që ne kemi me çështjet e dhunës është mungesa e raportimit tek institucionet përkatëse, siç janë policia, bashkia apo mekanizmi apo partnerët e tjerë të mekanizmit të referimit të rasteve të dhunës në familje. Në momentin që një raportimi i tillë nuk ndodh, për ne si institucion është shumë e vështirë që të marrim masa për zhdukjen ose uljen e fenomenit. Pra është ndërgjegjësimi që duhet të jetë shumë i mirë në këto raste, në mënyrë që çdo gjë të ketë. E vërtet. Prandaj ne si drejtori e shërbimit social i kushtojmë një rëndësi të veçantë aktiviteteve sensibilizuese, siç janë edhe këto aktivitete që po zhvillojmë në kuadër të javës së 8 marsit, 4 deri më 8 mars, por edhe aktivitete të tjera të cilat zhvillohen përgjatë gjithë vitit. E kryesisht në 16 ditë të aktivizimit kundër luftës, kundër dhunës me bazë gjinore. Gjatë 16 ditëve të vitit 2018, nga data 25 nëntor deri më 10 dhjetor, kur është edhe dita e të drejtave të njerëzit, Bashkia Shkodër ka organizuar një sër aktivitetesh me në fokus çështjet e barazisë gjinore dhe dhunës në familje, me qëllim pikërisht informimin, rritjen e ndërgjegjësimit dhe rritjen e mundësive që ne si institucioneve duhet t'i japim secilës grua të dhënuar apo të prekur në një mënyrë apo një tjetër nga fenomeni i dhunës në marrëdhëniet familjare. Punohet, bëhet shumë, nga ana tjetër fenomeni vazhdon të jetë të shqetësues, sepse janë shifrat ato që flasin më shumë se sa fjalët. Nëse flasim për vitin 2019, deri në momentin që flasim janë aktualisht 9 viktima të dhunës në familje, që kanë përfunduar me pasojën fatale, atë të vdekjes, gjë që në rang republike flasion në qytetin e Shkodrës, por që kjo është një kamban alarmi për gjithë shoqërinë civile, për ne si individ, por edhe për ne si institucione që masat që duhen të merren duhet jenë edhe më konkrete. Gjithsesi, një sensibilizim për denoncimin e dhunës është më se i nevojshëm, madje do të thoja i domosdoshëm, sepse nëse është ndërgjegjësimi, hapat të tjerë vinë më pas. Dhe ky është hapi i parë. Gjithsesi, meqense ndodhemi në një atmosferë ku gruaja, siç tham, është në fokus. Bashkia e Shkodër ka ndërtuar një plan veprimtarish me karakter social dhe kulturor. Cilat do të jenë pikërisht këto? Atëherë, në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas, 8 marsit, Bashkia e Shkodër ka planifikuar një fushatë sensibilizimi përgjatë të gjithë javës, e cila ka në fokus ose synimi kryesor i cilës është rritja e promovimit të rolit të gruas në shoqëri. Java i dedikohet në tërësinë e saj gruas,
rolit, rëndësisë së saj, por edhe promovimit që secila grua duhet të ketë në familje, në vendin e punës, në ambientin shoqëror e kështu me radhë. Gjatë kësaj jave ne kemi planifikuar një sër aktivitetesh faktikisht, të cilat do të marrin vend në institucionet tona të varësisë, në institucionet e kulturës, në qendrat tona komunitare për familjen, por edhe në qendrën rinore Atelje të qytetit të Shkodrës, qendrën e parë publike. Unë dua t'i drejtohem Amilës, që është drejtore e Muzeut Historik të Shkodrës. Fillimisht dua t'ju uroj për detyrën e re. Sapo e keni marrë në Sadi dhe e merrni pak a shumë në një atmosferë aktivitetesh kulturore që i përkrasin gjinisë femërore. Kjo patjetër ju frymëzon, apo jo Ami? Më frymëzon, patjetër. Unë në mbështetje edhe të asaj që tha Lori, që është shumë e rëndësishme, pjesa kulturës mbështet pjesën sociale. Të dyja udhtojnë bashk. Janë organizuar një sër aktivitetesh nga Galeria Arteve, nga Muzeu Sokuka, nga Biblioteka e qytetit, Marin Barleti. Të gjitha si fokus kanë figurën femërore, pra gruan. Unë jo vetëm si drejtuese, po edhe si qytetare, si grua shkodrane, besoj në rolin shumë të rëndësishëm që kanë institucionet tona në mbështetjet dhe duke fokusuar këtë tematik shumë të rëndësishme në këto, jo vetëm në këto ditë, po gjatë gjithë vitit, ashtu si ka qenë. Për më tepër, me datën nga 4 marsi deri më 8 mars do të jetë ekspozita pikturore roz ose bashkëudhëtarja në Galerinë e Arteve, ku piktor të mëdhenj, siç është Kodheli, Dromeno, Paci, të cilët si çdo letrar dhe piktor kanë një Beatrice si Dante, kanë një Laura si Petrarca, dhe figurat femërore që do të reprezentojnë këto piktura do të jenë figura specifike të secilit nga këto piktor. Me datën 5 mars në Muzeun e Shkodrës, në Muzeun Osokuka, stafi i muzeut kemi organizuar do të organizojmë 2 ekspozita, një ekspozitë etnografike dhe një ekspozitë me fotografi nga fotografitë e arkivit të muzeut. E kam me fjalë ka qenë mendim i gjithëve, gratë shkodrane tregohen nëpërmjet etnografisë, nëpërmjet fotografisë. Është shumë e pasur ky fond apo jo? Është i pasur. Foto etnografisë me pjesë të xhubletës që do të ekspozohen, do të bëhet edhe pastaj do të vinë njerëzit, kështu që nuk po lë me fjalë do të ketë edhe demonstrime reale, jo vetëm thjesht. Absolutisht, do të ketë edhe demonstrime reale dhe pjesa e ekspozitës fotografike. Kjo do të jetë me datën 5, pastaj me datën 6 mars në Bibliotekën Marin Barleti do të ketë një aktivitet Lexojmë së bashku, që unë e quaj edhe në këtë rast edhe si qytetare dhe si nën, do të marr pjesë bashkë me djalin, do të lexohen, do të krijohen grupe adult, me fjalë grupe të mëdha të lexuesesh femra dhe fëmijësh dhe do të lexojnë së bashku. Dhe këtë e quaj shumë të rëndësishme këtë pasazh, këtë kalim me fjalë të leximit nga nënat, nga gjyshet tek fëmijët. E bukur, interesante, apo jo? Kjo do të jem unë një nga ato nëna me fjalë që do të shkojnë bashkë me djalin. Dhe me datën 8, që është dita festa e gruas, do të ketë një ekspozitë fotografike me fotografitë më të mira, po 20-25 fotografitë më të mira të arkivit të Osokukës, që do t'i sjellim në bashki. Aty do të jetë një ekspozitë dhe kjo ekspozitë është quajtur Gruaja, çaste nga bota femërore. Shumë bukur. Unë jam shumë entuziaste që kam këtu 2 femra, të cilat kanë ecurinë e tyre. Amila është drejtore e një institucioni natyrisht shumë të veçantë, e të rëndësishëm kulturor, dhe Lorena natyrisht specialiste në një drejtori që merret direkt me çështje jetësore, siç janë problemet sociale. Si e ndjeni veten ju personalisht në këtë prak feste? Sa mendoni që jeni të realizuara si femra? Vazhdosh ti. Po e lo fjalën Amilës. Po respektoj. Kemi shumë rrugë për të bërë për mendimin tim. Akoma është pak rrugë për të bërë. Si në kontekstin familjar, në kontekstin laborativ, ka akoma rrugë për të bërë.
Dhe mendoj se është shumë e rëndësishme dhe ndihma që i japim atyre që ndoshta kanë më pak mundësi se sa ne, femra shkodrane, femra shqiptare, dhe këto aktivitete do të bëhen në fokus të kësaj, që të individuohen edhe nevojat që kanë këto femra dhe duke kaluar fokusin nga kultura, po që të ndihmojnë realisht me fjalë dhe të fokusojmë edhe ndërgjegjësimin e njerëzve në rolin që ka femra shkodrane në Shqipëri, femra shqiptare në shoqëri. Unë mendoj se ky mesazh nuk është i njëanshëm tek gjinia femërore. Përkundrazi, nëse do të arrihet në një partneritet siç e përmendi më parë Lorena, ajo do të ishte ndoshta edhe një ecuri e mirë, sepse që të ketë një ecuri të mirë femra, duhet që gjinia maskullore të ketë një mirë kuptim rreth dhe të jap kontributin, apo jo Lorena? E vërtet. Faktikisht ky është edhe synimi jon. Amila foli për pjesën kulturore të aktiviteteve që ne do të organizojmë, por nga ana tjetër kemi edhe një sër aktivitete sociale, të cilat marrin jetë gjatë javës së 4 deri në 8 mars. Dhe këto aktivitete nuk kanë në fokus rolin e gruas, por pjesëmarrja, ajo që ne synojmë të arrijmë është edhe pjesëmarrja e gjinisë tjetër, mbështetja që burri, gjinia maskullore, vllai, bashkëshorti, kolegu duhet të ketë në çdo ditë të jetës, në çdo ditë të vitit për gjininë femërore. Unë do dosha të prezantoja në mënyrë të shkurtër disa nga aktivitetet sociale që do të zhvillohen gjatë javës së 4-8 marsit. Ne faktikisht e fillojmë javën me një aktivitet, me një seancë informuese me temë pse duhet të shqetësohem nga pabarazia gjinore, e cila do të zhvillohet në qendrën komunitare për familjen numër 3 të qytetit të Shkodrës, që përfshin zonën e Kolpingut, Treheronjt, por që përveç pjesës së qytetit në këtë zonë vulnerabël janë edhe shumë familje të ardhura nga zonat rurale, të cilat sjellin me vete edhe problematika të theksuara dhe prandaj fokusi i kësaj teme ka marrë jetë te kjo qendër. Seanca informuese do të zhvillohet në bashkëpunim midis specialistëve të drejtorisë së shërbimeve sociale dhe organizatës partnere Gruaja te Gruaja. Për të vazhduar më tej me aktivitetet të cilat do zhvillohen në pasdite, Kinema Gender, një sër dokumentarësh, disa filma, të cilat kanë në fokus gruan, çështjet gjinore, emancipimin, luftën për barazi të drejtat, jo vetëm në Shqipëri, por në vende të ndryshme të botës. Do të zhvillohen në qendrën rinore Atelier, pasditen e ditës së hënë në orën 17 dhe pasditen e ditës së martë. Dhe do të pasohen edhe nga një forum diskutimi prej pjesëmarrësve, të cilët do të jenë prezent gjatë prezantimit të këtyre filmave. Aktivitet ky prapë i zhvilluar në bashkëpunim me organizatën partnere Gruaja te Gruaja. Për të vazhduar me ditën e martë, ku siç e tha dhe Amila, do të jetë ekspozita tek Muzeu Sokuka, por edhe filmi tjetër dokumentari që do shfaqet në qendrën rinore Atelier, Roma, me titull Roma. Ditën e mërkure, aktivitetet janë të fokusuar përgjithsisht në qendrat komunitare. Do të organizohet një aktivitet sensibilizues me komunitetin e lagjës nëmër 4, duke fokusuar kryesisht te komunitetit rom dhe egjiptian, si një prej grupeve vulnerabël të fenomeneve të ndryshme, më të disfavorizuar, një ndër grupet më të disfavorizuar të shoqërisë tonë, ku do të flitet mbi rolin e gruas në familje. Aktiviteti do të zhvillohet në qendrën komunitare multifunksionale për familje, qendër e krijuar ishtazi, por që funksionon shumë mirë. Nga ana tjetër do të vazhdojmë ditën e njëjtë, datën 7 mars, ku festimet nuk dua t'i quaj festime, por aktivitetet ndërgjegjësuese, sensibilizuese nuk lanë pas rolin e mësuesit, rolin e mësueses, si një ndër figurat edukatorëve më të rëndësishme në jetën e secilit prej nesh. Do të ketë aktivitete me rastin e 7 marsit, përshëndesim mësuesin me krijimet tona artistike si në qendrën komunitare numër 5, ashtu dhe në qendrën komunitare multifunksionale për familjen, ku të vegjëlit, fëmijët që frekuentojnë këto qendra do të përshëndesin mësueset e tyre me kartolina, videomesazhe, recitime dhe një aktivitet të pasur sociokulturor.
Të njëjtën gjithashtu në Qendrën Komunitare për Familje në Njësinë Administrative Rrethina do të organizohet një seancë informuese me temë nëse jam viktime dhunës, kuj duhet i drejtohem. Një temë që gjatë gjithë emisionit e thame që është shumë shqetësuese për Natyrisht. qytetin ton, për vendin ton në tërësinë e saj. Është përzgjedhur Qendra Komunitare për Familje në Rrethina për faktin që Njësia Administrative Rrethina është njësia më e madhe administrative në qytetit Shkodrës pas njësisë administrative Qëndër. Nga 11 njësitë administrative që përbëjnë Bashkinë e Shkodrës në tërësinë e saj. Njësia administrative Rrethina ka një popullat heterogjene, ku përveç vendasve ka shumë njerëz të ardhur nga zonat e mbi Shkodrës, të cilat kanë sjell me vete edhe traditat, zakonat, por që e bëjnë si njësi pak problematike. Dhe prandaj duke pa edhe trendin e problemeve që ne kena, që na adresohen çdo ditë në punën tonë të përditshme në këtë njësi, vendosëm që të realizojmë një temë të tillë, e cila gjithashtu do të realizohet në bashkëpunim me organizatën Gruaja të Gruaja, si një organizatë e cila ka gjithmonë në fokus çështjet e dhunës dhe të barazisë gjinore. Pas ditën e së njëjtjes në Qendrën Rinore Atelier, është një ndër aktivitetet që unë kam për zemër personalisht, në hashtagun Ajo. Ajo i dedikohet tërësisht gruas në tërësinë e saj, gruas, nënës, bashkëshortes, vajzës, motres, shoqes, kolegës. I kushtohet rolit, rëndësisë saj, barazisë që gruaja duhet ketë në çdo sferë të jetës dhe të drejtave që duhet ketë. Do të jetë prezente në aktivitetin Ajo dhe zonja Merita Çoba, si më të madhe. Po më kujtohet që duhet të shkoj patjetër. Ne kur po përzgjidhnim personazhet se kë do të ftonim realisht gjithë një zëri si staf. Faleminderit për besimin, do përpiqem. Jeni e ftuar në të gjithë aktivitetin. Faleminderit. Përveç. Data 8 mars është data ku aktivitetet tona kulmojnë faktikisht. Fillojmë me një shpërndarje kartolinash në rrugët e qytetit të Shkodrës, në hashtagun Nana si figura kryesore e 8 marsit përveç gruas. Fëmijët e qendrës multifunksionale për familjen, që janë fëmijët e komunitetit rom dhe egjiptian që ndjekin klasat pashkollore aty, do të përgatisin kartolina nga durët e tyre dhe do dalin do t'i shpërndajnë në pedonalen e qytetit. Njerëzve rastësor. Për të vazhduar më tej me një aktivitet i cili faktikisht ka një peshë kryesore në javën e aktiviteteve. Një marshim paqësor në sloganin Me ty. Është një marshim i cili nuk zhvillohet vetëm në qytetin e Shkodrës, por zhvillohet në orën 11 paralelisht në pjesën më të madhe të qyteteve të vendit ton, si rezultat të situatës problematike, situatës shqetësuese të gjendjes së dhunës, por të gjendjeve të çështjeve të barazisë gjinore. Protestohet atë ditë, protestohet në heshtje, protestohet në zi për drejtën e jetës, për drejtësinë, për barazinë. Konsiderohet ndryshe si protesta e zërit, jeta gruas vlen, dhe slogani Me ty është ai që do të na shoqëroj në këtë ditë. Aktiviteti i marshimit do të organizohet edhe ky në bashkëpunim me organizatën Gruaja të Gruaja, si organizata kryesore që operon në qytetin e Shkodrës në mbështetjet e të drejtave të gruas. Në këtë ditë institucionet dhe shoqëria civile me mesazhe dhe parulla të ndryshme do të bëhen bashkë për çështjet që prekin gratë. Duke vazhduar pas ditën e së premtes, ashtu siç e tha edhe Amila, në orën 17 në Bashkinë Shkodër, në Hollin, me ekspozitën fotografike Gruaja, çaste nga bota femërore, dhe për ta mbyllur me një monodram që do të paraqitet në orën 19 në teatrin Migjeni, me prezantimin dhe me aktrimin e aktores Rita Gjeka. Në fakt, nuk është thjesht një falënderim që ju kisha sot në studio, por edhe dëgjuesit që po na ndjekin, hap pas hapi duke ju ndjekur në një farë mënyre kanë ravizuar jo pa krenari dhe portretin tuaj. Dy femra që vinë këtu dhe flasin për femrat shkodrane, dy femra që punojnë në sektor social dhe kulturor dhe që në një farë mënyre me punën e tyre evidentojnë portretin që keni. Loren, unë të falenderoj shumë për këtë prezantim të aktiviteteve, por dhe të problematikave
që pasqyrohen në veprimtarin. Ndërkohë që para Milën do të kisha tjetër dedikim, do të thosha, patjetër që me punën e saj ka mbërritur hap pas hapi në drejtimin e një institucioni siç është institucioni i muzeut historik, që natyrisht ka një rëndësi shumë të madhe për Shkodrën, sepse pasqyron ecjen, historinë, figurat, aktivitetin, luftrat, përpjekjet, diçka që të ka bërë shumë që të detyrohesh me punën tënde, apo jo, Amil? Patjetër, po. Është diçka që shpërndahet në të gjitha institucionet e këtij muzeu që përmbledhet me këtë titull, që ka muzeun e Kalas dhe ka edhe vendin e dëshmisë dhe kujtesës. Një aktivitet që përgjatë gjithë vitit kulmon me tema të ndryshme, me veprimtari që patjetër që janë evidencat e punës tuaj. Po, do të kemi edhe aktivitete të mëtejshme që kanë bërë me trashëgimin kulturore, kanë bënë me ditën e muzeve, se ky 2019 me fjalë muzeu lokal, sidomos do t'i jepet shumë rëndësi muzeve lokal, shpresojmë t'i jepet rëndësi muzeve lokal, kështu që bëj edhe një thirrje që hajdeni në muze sa më tepër, të mëdhenj dhe të vegjël, shkollat, që të krijojmë këtë dëshirën, por edhe kulturën për trashëgimin kulturor që është shumë e rëndësishme, sidomos për brezat e ri. Dhe prania e gjinisë femërore natyrisht jo thjesht i zbukuron, por i blaton me dashuri të gjithë këto sektor që preken butësisht, por nganjëherë edhe me shumë emocion drejt rrugëve për të gjetur shtigje ku gratë mund ta gjejnë veten. Do t'ju falenderoja pamas që ishi sot, duke ju uruar suksese në punën tuaj, Lorenës, Amilës, si dy prej atyre, nuk është më ajo, po janë këto që kanë zërin e tyre, që drejtojnë, që japin mendime, që shkojnë drejt rrugëve të zgjidhjes dhe që natyrisht pulsojnë me aktivitetin e tyre çdo ditë. Dhe ne falenderojmë shumë, ju falenderojmë ju, të falenderojmë ty. Është kënaqësi që ishi sot në ftesën dhe për emisionin. Komplimente. Faleminderit. Edhe nga ana ime keni përgëzimet më të mira, nga ana tjetër unë ju falenderoj për ftesën, por do doja të bëja një thirrje përmes emisionit tuaj. Do të ftoja çdo që ndjen veten t'i bashkohet kauzës tonë ose synimit kësaj fushate sensibilizuese, t'i bashkohet nismës tonë për barazi edhe për të drejtat e barabarta. E gjithë fushata që organizon Bashkia Shkodër në kuadër të ditës ndërkombëtare të gruas nga 4 deri në 8 mars është nën sloganin e ardhmja vetëm në dorën tuaj. Sepse realisht e ardhmja është në dorën e secilit prej nesh. Gratë guximshme është diçka tjetër që ftojmë të gjitha të bashkohen në këtë nisëm. Ne synojmë, promovojmë, ndaj bashkojuni aktiviteteve tona, ju ftoj të jeni prezent. Shpresojmë që valat jetë përhapur madje edhe në rrjetet sociale. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.